Vllaznia Futsalës triumfoi në finalen e madhe të Final Four duke mundur Tiranën me rezultatin minimal 1-0. Goli vendimtar u shënua nga Besfor Gjoklaj, i cili i siguroi kuqebluve titullin kampion. Takimi ishte i dy luftuar, ndërsa pjesa e parë u mbyll pa gola. Në fraksionin e dytë u shënua vetëm një gol në fund të takimit nga Gjoklaj, që vulosi suksesin e vllaznisë. Pas përfundimit të ndeshjes u zhvillua ceremonia e dorëzimit të trofeut, ku antari i komitetit ekzekutiv të FSHF Abdyl Kuriu dhe drejtori i futbollit amator Jurgen Demneri dorëzuan medaljet dhe kupën skuadrës fituese. Në këtë sukses vllaznia Futsalës siguron pjesëmarrjen në fazën paraeliminatore të UEFA Futsal Champions League 2025-2026. Gëzim i veçantë edhe sepse jemi të parë në historinë e futsallit që e sjellin këtë kupë në Shkodër. Ne duhet të vazhdojmë përpara. Tash u mbyll kupa e klubit në Shkodër, tash kemi Europën para dhe kemi disa projekte afatgjatë për futsallin shkodran. Gëzim mjaft i veçantë sepse nuk ishte vetëm një finale, por ishte një rrugtim i gjatë në sfidat e veta gjithë vitin. Normalisht ka pas uljet e ngritjet e veta, ama qysh në fillim të sezonit synimi jonë të kenë një kjo kupë edhe i arrit në qëllimit. Me thonë jam i lumtur është pak. Jam shumë i kënaqur për djemt, i përgëzoj në mënyrë jashtë maset sepse sot ata tregunin ajo që më thonë familja vllaznisë dhe i përgëzoj pa mos. Jena shumë gëzuar, nuk kam fjalë më për shkurt. Si kënaqësi jashtëzakonisht e madhe. Dhe i përgëzoj gjithë shumat, edhe stafin. Kena ka një javë që kena punu për këtë ndeshje, edhe u shpall me kampion. Qysh se ka filluar kampionati, kena pretenduar për kampion, gjasje e realizuar në edhe. Kjo është e treta finale dhe takon çeshia mbi tokë, se të dy tjerët i kam të hupa. Si e përjetuat momentin vëshillimit të arbitrit Solaj në fund? Po, gëzimi pa për shkak.